Kryetar, një event që jo vetëm promovon trevën dhe sigurisht këngën korimore, siç është kjo e Majësisë së Madhe, ku e mor emrin Majësia e Madhe. Besoj ju bën të ndiheni mirë apo jo? Në krejt shqiptarizëm, emrin e madhe, Malësi e Madhe, ka vetëm Malësia e Madhe. Unë mendoj që janë shumë arsye, por disa që unë mund t'i shpreh, që ata që lexojnë ose ata që njohin mirë Malësinë e Madhe, besoj që mendojnë kështu siç e mendoj unë. Fishta, një poet shkrimtar, yni kombëtar, kryeveprën e tij e ka Lahuta e Malësisë së Madhe. Kjo ka një domethënie. Anën tjetër, në Malësi të Madhe, kryetrimi Dexhe Luli, së bashku me shumë burra nga Dugazini dhe nga Shkodra, nga trevat shqiptare, një vit para se të ngrihej flamurin Vlorë, u ngrit flamurin Deçës. Nëse i referon në kohë sotme, ka shumë talente në shumë fusha, në art, kulturë, në sport, dhe normalisht malësorët janë shumë të vëmendshëm. Këto 2-3 vjet janë dy gjëra shumë të rëndësishme prapë që ka ndodhur në Malësinë e Madhe. Është futur xhubleta në UNESCO, njëkohësisht edhe Lahuta e Malësisë së Madhe po prapë në UNESCO. Roku është një person që unë e kam adhuruar, e adhuroj, që ka punu me vite për të arritur këtu ku është, dhe realisht nuk ka se lën një pasuri vetëm për Malësinë e Madhe, por lën një pasuri për krejt kombin shqiptar. Është një artist pasionant dhe normalisht rrjedh për një familjes patriotike nga Malësia e Madhe. Dhe kjo për mua është e rëndësishme dhe për çdo banor të Malësisë së Madhe, për çdo shqiptar, se çfarë lën mbrapa.